Ai na ka lënë këtu poshtë të vërtetojmë, të japim dëshmi dhe të ndikojmë në jetën e njerëzve të tjerë. Kështu pra, unë dhe ti kemi privilegjin që të lutemi për një person që stili i jetës së tij, sjellja e tij, qëndrimi i tij, gjuha e tij, gjëra që ai thot, gjëra që ai bën, do të përputhen plotësisht me personin e Jezus Krishtit dhe me mënyrën si ai jeton. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni, të lutesh me ndikim. And Jesus came up and spoke to them, saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Nëse dikush do të thoshte ty, si mund të lutem për ty, çfarë do t'i thoshe? A ke në mend diçka specifike që mund t'i thuash atij? E po ndonjëherë keni, ndonjëherë jo, ose shpesh ti mund të ndihesh pak në siklet ti përgjigjesh kësaj pyetje. Dhe ti mendon, e po sikur po fusin hundët pak si shumë. Jo, ata duan me të vërtetë të dinë si të lutem për ty. A ke një përgjigje? Më lejo të pyes për këtë. A di ti të lutesh për dikë tjetër? Ndoshta përgjigjja jote mund të jetë, unë kam shumë probleme në vetë jetën time, nuk kam kohë të lutem për dikë tjetër. Por në të vërtetë ti ke kohë, ti nuk lutesh për shkak të mëkatit në jetën tënde, ose nuk lutesh se nuk do t'ja dish, ose ndoshta sepse nuk di si të lutesh. Nëse dikush më thot mua, pastor, si mund të lutem për ty? Unë kam një përgjigje të saktë. Dhe është një përgjigje tek e cila do doja të ndalonim pak. Është një përgjigje që duhet ta konsideroni për vete, sepse është një lutje. Dy gjëra janë të vërteta për të. Numër 1, ti nuk e përse kërkon nëse është vullneti i Perëndis. Dhe së dyti, ti mund të lutesh për të me siguri absolute. Kështu shpeshherë ne themi pothuajse si me magji, nëse do të ishte vullneti yt, Zot, nëse do të ishte ky vullneti yt, disa gjëra janë shumë të qarta në Bibël që janë në vullnetin e Zotit. Kështu pra dua që të mendoni për këto lutje. Mendoni seriozisht, sepse nëse dikush e bën këtë lutje për ty, do të sjellë një ndryshim në jetën tënde. Nëse lutesh sipas kushteve që të përmendi pak më vonë, për dikë tjetër atëherë do të sjellë një ndryshim në jetën e tij. Pra dua që të shkojmë te kapitulli i parë i Kolosianëve. Dhe dua gjithashtu të lexojmë disa vargje këtu. Pali ishte në Efes për gati 3 vjet duke predikuar ungjillin dhe një nga të konvertuarit e tij që përmendet këtu, që ishte Epafrai, i cili shkoi në Kolose dhe me shumë mundësi filloi të predikonte atje, dhe kështu që Pali nuk e njihte Epafrain personalisht. Prandaj ai i shkruan pikërisht këtë letër dhe ndërsa fillon, dëgjoni çfarë thot ai në vargun e 7. Sikurse edhe mësuat nga Epafrai, shoku ynë i dashur në shërbes, i cili është një shërbëtor besnik i Krishtit për ju, dhe që na ka treguar dashurinë tuaj të madhe në frymën. Prandaj dhe ne, për këtë arsye, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij, me çdo urtësi dhe mençuri frymërore, që të esni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjellë fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndis, duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo ngul me durim, me gëzim, duke falenderuar Perëndinë atë që na bëri të denjë, të kemi pjesë në trashëgiminë e shenjtorëve në dritë. Ai na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilin ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve. Ju mund të mendoni, po tani si vallë do të ndikoj ajo lutje tek dikush që unë njoh. Doja të ndalonim këtu sepse lutja ka ndikim. Nëse dikush më thot mua, o pastor, si mund të lutem për ty? E di çfarë them? Lutu sipas Kolosianëve, kapitulli i parë, vargjet 9 deri në 14. Shikoni me kujdes, nuk ka rëndësi çfarë po ndodh në jetën tuaj. Ajo lutje përputhet eksaktësisht në jetën tuaj.
Dhe unë do të doja t'ju çoj atje. Janë 6 pjesë të ndryshme të saj. Dua të shohim se cilën nga këto pjesë për disa minuta dhe të mendojmë për të. Ju mund ta shihni këtë sikur dikush lutet për ju. Por gjithashtu mund ta përdorni atë edhe si lutje për njerëzit e tjerë. Më vjen për shembull në mendje gjithë ata prindër që kanë fëmijë të vegjël, shumë të vegjël dhe luten, duke thënë Zot bekoj ata, ndihmoj të rriten dhe të bëhen të mirë. Dua që ju të mendoni për diçka si një prind. Kur ti sjell një fëmijë në këtë botë, ti sjell një jetë që do ta kaloj përjetësinë e tij diku. Dhe ti ke privilegjin si një nën, si një baba apo si një gjysh që të ndihmosh në modelimin e asaj jete dhe ta modelosh që të lëviz në një drejtim të caktuar dhe të realizoj gjëra të caktuara në jetë. Ju jeni poçari, ju keni një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Dhe njëra prej këtyre përgjegjësive përfshin një mundësi të jashtëzakonshme e cila është lutja për atë fëmijë. Dhe ndërsa mendoni ta bëni këtë lutje për çdo fëmijë, ajo do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm. Kështu pra duhet të mendoni për fëmijët tuaj, nëna dhe baballar, dhe duhet që të mendoni për nipërit tuaj, mendoni për miqtë tuaj, dhe supozoni se të gjithë ata ose disa po e bëjnë këtë lutje për ty. Kjo do të ndikojë jetën tuaj. Pra le të shohim këto vargje për disa momente, dhe ne do të vendosim pikat kryesore në ekranin e televizorit, pjesën tjetër dëgjojeni me kujdes. Ja çfarë thot ai? Ai thot: Prandaj edhe ne, nga dita që e dëgjuam këtë, nuk pushojmë të lutemi për ju. Dhe të kërkojmë, numër 1, shikoni këtë, të kërkojmë që ju të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Pra është gjithmonë e drejtë të lutesh që dikush të njohë vullnetin e Zotit për jetën e tij. Më kujtohet se para se të lindnin fëmijët e mi, fillova të lutesha për 2 gjëra. 1, Zoti t'u tregonte vullnetin e tij për jetën e tyre. 2, të martoheshim me personin e duhur, sepse këto të dyja janë kryesore. Dhe unë përulesha te krevati gjatë natës kur ata ishin në shtëpi dhe gjithmonë flisja për vullnetin e Zotit. Prandaj lutemi që ai t'u tregojë vullnetin e tij. Por ata se kuptonin çfarë po thoja. Por a dini çfarë? Vendoseni në mendjen e tyre. Dhe ja pse është kaq e rëndësishme që ju të filloni të programoni mendjet e fëmijëve tuaj shumë herët. Ata as nuk e dinë se për çfarë po flisni, por fryma e Zotit po. Fryma e Zotit do ta marrë atë të vërtetë dhe do ta përpunojë në mendjen e fëmijës. Duke u lutur dëgjoni, ai thot lutuni që të mund të mbusheni me njohurinë e vullnetit të tij për jetën tuaj. Dhe vini re çfarë thot, me çdo urtësi dhe mençuri frymërore. Për çfarë po luteni kur kërkonin që dikush të njohë vullnetin e tij? Ju po luteni që ata të mund të njohin drejtimin që Zoti ka vendosur për jetën e tyre. Dhe derisa të kuptojmë vullnetin e Perëndisë dhe ta njohim atë për jetën tonë, ne do jemi duke u hallakatur. Ju mund të ndikoni jetën e një fëmije ose një të riu që shumë herët përmes lutjeve tuaja. Ti nuk do të lutesh thjesht për ta bërë dikë të ndihet mirë. Ti do që të ndikosh jetën e tyre dhe ndikimi do të thotë ndryshim. Dhe kështu pra, ju keni fuqinë, privilegjin, mundësinë e mrekullueshme për ta bërë këtë. Sepse e vërteta është se të gjithë ne duam të njohim vullnetin e Zotit në jetën tonë, qofshin 60 apo 6 vjeç. Pastaj vini re pjesën e dytë, ai thotë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të tij me çdo urtësi dhe mençuri frymërore, që kështu ju të esni në mënyrë të denjë për Zotin. Çfarë është kjo? Ajo çfarë po thoni është se doni që ai person të eci në një rrugë, në një mënyrë që është e denjë, pra në përputhje me jetën e Zotit. Dhe grekët kishin një mënyrë për të treguar vlerën. Dhe çfarë bënin ata? Ata bënin pikërisht një foto të peshores. Vendosnin një gjë në një anë të peshores dhe diçka tjetër në anën tjetër. Dhe masnin kush ishte më e rënda. Dhe kështu pali përdori idenë e Jezusit këtu dhe neve këtu. Dhe kështu çfarë po thot ai? Ai po thot se unë dhe ti duhet të ecim në një mënyrë, dëgjoni, që përputhet plotësisht me atë se kush jemi. Ne jemi ndjekës të Jezus Krishtit. Nëse jam një ndjekës i Jezus Krishtit, ai ka një të drejtë dhe bota ka një të drejtë. Që stili ynë i jetesës, ecja jon ditore është një stil jete që modelohet sipas jetës së Jezusit. Kjo nuk do thotë se ju duhet të ngriheni dhe të dilni në rrugë duke predikuar, por nënkupton karakterin e tij. Kush ai ishte dhe kush ai është në jetën tonë. Pra që të ecësh në një mënyrë që i pëlqen atij. Dhe kështu, ndërsa ju mendoni për këtë, të shkojë mendja tek personi për të cilin po lutesh, ç'lloj jete po jeton ai? Sido që të jetë, lutjet e tua mund të ndikojnë jetën e tij. Bëni një ndryshim. Ndryshoni jetën e tyre në një mënyrë që do të jetë e dukshme, sepse kur flasim për idenë e ecjes në mënyrë të denjë për Perëndin,
ta kënaqësh atë në të gjitha aspektet, ne po flasim për stilin e jetës së një personi. Për shembull, mbajeni mend këtë. Kur Jezusi u largua, u tha dishepujve të tij, unë po ju lë frymën e shenjtë që do të jetoj me ju brenda jush, mbi ju. Kjo do thotë se secili prej nesh që është një ndjekës i Jezus Krishtit, është një zgjatim i jetës së tij. Ai thotë se është ulur në anën e djathtë të Atit për të ndërmjetësuar për ne. Por ai na ka lënë ne këtu. Ja pse ai nuk ju shpëton një ditë dhe ditën tjetër t'ju marrë në shtëpi. Ai na ka lënë këtu poshtë të tregojmë, të japim dëshmi dhe të ndikojmë në jetën e njerëzve të tjerë. Prandaj, ne kemi privilegjin që të lutemi për një person që stili i jetës së tij, sjellja e tij, qëndrimi i tij, gjuha e tij, gjërat që ai thotë, gjërat që ai bën, do të përputhen plotësisht me personin e Jezus Krishtit dhe me mënyrën si ai jeton. A nuk doni të jetoni vërtet në këtë mënyrë? Ajo që duhet të pyesësh është kjo: cili është ai person në jetën tuaj që të intereson aq shumë? Sa shumë? Pra më thoni, çfarë vlere ke vendosur në jetën e dikujt sa që je gati të kalosh kohë, të investosh kohë për t'y lutur Zotit? Zot, tregoje atyre vullnetin tënd për jetën e tyre. Zot, unë dua që ti të punosh në mënyrën se si ata jetojnë jetën e tyre, duke të kënaqur dhe nderuar ty, duke jetuar jetën e tyre si Krishti. Zot, ndryshoj ata, foli zemrës së tyre. Unë kam dëgjuar shumë prindër dhe ju mund të keni parë shumë prindër duke qarë për dilemat e fëmijëve të tyre dhe gjërat e situatat në të cilat ata ndodheshin. Dhe ndonjëherë unë pyes: mirë, a fillove të lutesh kur ata u futën në telashe? Unë kam frikë se kjo gjë ndodh shpesh herë. Prindërit nuk e marrin kurrë seriozisht lutjen për fëmijët e tyre dhe i lejojnë, a mund ta imagjinoni këtë? I lejojnë fëmijët e tyre të bëjnë festa alkolike në shtëpinë e tyre dhe gjithçka tjetër që mund të ndodh aty. Mendoj se ata prindër mund të thonë: "Oh, shikoni, e dua djalin apo vajzën time dhe kjo është arsyeja pse unë e lejoj këtë." Jo, ti nuk i do ata as pak. Ti do që ti kënaqesh ata. Dhe ndonjëherë ti do të jetosh jetën tënde sërish për herë të dytë në vitet e tua të hershme. Nëse ti do ata, ti do ta ndaloje këtë. Nëse i do ata, do t'i rrisje në një mënyrë të perëndishme. Nëse me të vërtetë dhe sinqerisht do të kujdesesh për ta, ti do të kujdesesh për ta jo vetëm në këtë jetë, por edhe në jetën që po vjen. Jo, ti nuk do të jepi gjithçka që ata duan. Ti lejoje të bëni gjithçka që donin, të shkoni kudo që doni të shkonin. Ti nuk do ta bëje, nuk do bëje festa ku ata të flinin gjithë natën bashkë, të deheshin. Mendon kjo është dashuri? Kjo s'është dashuri. Është dembelizëm, pakujdesi, indiferencë, egoizëm dhe gjithçka tjetër, por s'është dashuri. Nuk është dashuri. Le të dëgjojmë se çfarë thot ai tani. Që të esni në mënyrë të denjë për Zotin, që t'i pëlqeni atij në çdo gjë, duke sjell fryt në çdo vepër të mirë. Dëgjoni këtë. Duke sjell fryt në çdo vepër të mirë. Kjo do të thotë thjesht që ti jeton një jetë që investohet me zgjuarsi. Ti nuk e shpërdoron atë. Duke sjell fryt në çdo vepër të mirë. Pra, miqtë e mi, jeta jo nuk është një shpërdorim, por ajo bëhet një kontribut. Pra bëj vetes këtë pyetje. Në çfarë mënyre po sjell një kontribut jeta jote? Çfarë po i thua ti bijve dhe bijave të tua për jetën e tyre dhe vullnetin e Zotit për jetën e tyre? Dhe si beson ti se ata kanë diçka për të kontribuar, diçka për të dhënë? Jo vetëm diçka. Së ndryshe, shpesh fëmijët shkojnë në shkollë, duan një punë që të fitojnë më shumë para. Para pak kohësh dëgjova një dëshmi të mrekullueshme për një personi nga stafi ynë. Kur i thash asaj tani ku po shkon në kolegj, ajo më tregoi se ku shkonte në shkollë. I thash, "Ç'lloj diplome more?" Ajo tha, "Po unë doja të shërbeja Zotit." Pikërisht atje ku ajo kishte shkuar në shkollë, ata s'kishin asnjë lëndë për të shërbyer Zotit. Dhe kështu ajo diplomua për punë sociale. Ajo tha, "Kjo ishte gjë më e afërt se si mund të hyja në shërbes." Kur mbaroi shkollën, sigurisht ajo filloi që të shërbente Zotit. E dini çfarë? Ajo ka prindër të perëndishëm. Ata filluan t'i mësonin asaj, ta investonte jetën e saj në diçka që ishte e vlefshme dhe diçka që ka vlera të përjetshme. Dhe ju mund të mendoni për mënyrën si njerëzit e jetojnë jetën e tyre dhe shumica e jetës së tyre mbështillet nga puna ime, zotërimet e mia, çfarë unë dua, kënaqësia ime, planet e mia, vetvetja ime, gruaja ime, burri im, imja. Po Zoti ku është? Ku ndodhet ai në gjithë këtë? E shikoni, nëse ne me të vërtet duam të jetojmë në një mënyrë që kënaq atë, atëherë duhet të mendojmë edhe për dikë tjetër dhe jo vetëm për veten tonë. Unë duhet të mendoj se çfarë mund t'u jap atyre, si mund t'i ndihmoj ata dhe si mund t'i motivoj ata, çfarë mund të bëj për t'i inkurajuar që ta bëjnë jetën të vlefshme për dikë tjetër.
Ja, shikoni se çfarë ai thot. Ai thot, duke sjell fryt në çdo vepër të mirë. Dëgjoni, dhe ai thot duke u rritur në njohurinë e Zotit. Kjo duhet ju ndodhë sa herë që ju vini në kish. Që Zoti duhet ju thot diçka në ndonjë mënyrë, mund të jetë e njëjta gjë, por në mënyra të ndryshme. Duke u rritur në njohurinë e Zotit. Shikoni botën ku po rrisin fëmijët tanë. Ata kanë nevojë dëshpërimisht për të vërtetën, shumë herët në jetën e tyre, sepse ata do të sulmohen nga çdo gjë e imagjinueshme. Pra, ai thot, duke sjell fryt në çdo vepër të mirë dhe duke u rritur në njohjen e Perëndisë. Mirë, po ku do ta mësoni këtë? Në një shkollë të krishterë private mund të mësoni diçka, por në shumicën e shkollave publike s'ke për të mësuar asgjë. Në shkolla publike ka disa mësues të mrekullueshëm, por ata nuk lejohet të flasin për Zotin. Pra, nëse nuk e bëni këtë në shtëpi, harrojeni. Dhe nëse nuk i çoni ata në kish dhe nuk shkoni në kish ku dikush mëson fjalën e Zotit edhe beson në fjalën e Zotit, po ju them këtë dhe do ta them me dashuri, por mjaft rrept. Shkoni në kish dhe nuk ka rëndësi ku është, çfarë denominacioni është. Por nëse pastori flet për një pjesë të shkrimit si të vërtet dhe një tjetër jo, dilni që aty. E dini çfarë po bëni? Ju po mësoni fëmijëve tuaj, ju po mësoni atyre se fjala e Zotit nuk është e gjithë e vërtet. Dhe prandaj pse duhet të rriten duke e besuar atë? Përse duhet të rriten me dëshirë për të qenë të krishterë? Pse duhet të rriten ata duke dashur të ndjekin Zotin? Pse duhet të rriten ata duke u mbështetur dhe besuar tek Zoti? Kur atyre u shtën se vetëm një pjesë e saj është e vërtetë dhe një pjesë jo, dhe prandaj nuk duhet t'i marrim seriozisht të gjitha ato gjëra që janë fetare. Dhe nëse ju nuk mendoni që kjo gjë ndodh në shumë familje, po ju them se ndodh kudo. Është shumë e rëndësishme që ne të marrim përgjegjësinë për t'i mësuar fëmijët tanë, dëgjoni, një dëshirë për Zotin. Tani si mund ta bëni këtë? Po ju tregoj si nuk e bëni. Ju shkoni në kish, ktheheni në shtëpi dhe e mbyllni Biblën deri javën tjetër. A e dini që thot kjo fëmijëve? Kjo gjë u thot fëmijëve, e po ti e di, unë kam një Bibël, në fakt më dha një në shkollën e së dielës shumë kohë më parë. Dhe unë e kam këtë Bibël dhe gjithashtu e marr me veten në kish. Tani, unë e di që shumica prej jush e lexojnë Biblën çdo ditë. Amen. Shumë mirë. Mënyra për të mësuar fëmijëve tuaj të kenë një dëshirë për njohurinë e Zotit është që t'ju shohin juve duke lexuar këtë libër dhe ta lexoni bashkë me ta. Ti thua, e po ata nuk kuptojnë. Ti nuk e di se sa kuptojnë ata, dhe mua më kujtohet se shumë prej nesh janë rritur me versionin e mbretit Jakob. Dhe kur shoh versionin standard i ri amerikan, nga goja ime del versioni mbretit Jakob, sepse jam rritur me ta. Por, kur fëmijët e mi më thanë mua, babi, ne nuk e kuptojmë fare këtë. Atëherë u bledha atyre një kopje të përkthimit të Biblës së gjallë. Të dyve. Nuk u kërkova atyre të lexonin Biblën sërish, sepse e kuptua më mirë se sa mbretin Jakob. Bëj çfarëdo që të duhet për të ndihmuar fëmijët e tu të kuptojnë fjalën e Zotit. E vetmi arsye pse do kenë një dëshirë për njohurinë e Zotit është për shkakun tuaj. Dhe së dyti, jo vetëm që duhet të keni njohuri të fjalës së Zotit, por duhet të flisni për të. Duhet të flisni për atë që keni mësuar. Jo vetëm për ato që thot pastori, po për të gjithë ato që ti ke mësuar. Dhe kur fëmijët rriten në një familje ku flitet gjithmonë për Perëndin, unë nuk mund ta imagjinoj dot asnjë ditë në ndonjë familje ku emri i Perëndis nuk përmendet për asgjë. Nëse jetoni një jetë të plot, shikoni televizorin, lexoni gazetën dhe revistat, flisni me miqtë tuaj në telefon dhe nuk përmendni asnjëherë Jezusin, atëherë ka diçka gabim. Ne jemi ndjekës të tij. Më tregoni diçka më shumë rëndësi se sa Ungjilli i Jezus Krishtit. S'ka asgjë më të rëndësishëm se sa ai. Fëmijët duhet të dëgjoni, ja se çfarë ndodh. Unë mund t'ju tregoj grafikisht se çfarë ndodh kur filloni luteni për ta herët në jetë. Kështu ata zhvillohen në jetë pak edhe nga pak, ndërsa luteni për ta. Dhe ju jepni drejtim dhe udhëheqje për jetën. Ju përulni zemrën e tyre dhe jetën e tyre drejt Zotit, sepse ata dëgjojnë të vërtetën herë pas here dhe vazhdimisht. Për këtë ne kemi 3 gjëra shumë të rëndësishme. Numër 1, ju duhet të lexoni dhe studioni fjalën e Perëndisë. Duhet të lexoni fjalën e Zotit. Dhe së dyti, duhet ta praktikoni atë në jetën tuaj. Dhe së treti, që shumë njerëz e harrojnë, duhet të vëzhgoni se çfarë ndodh si rezultat i bindjes tuaj. Tani unë mund t'ua them këtë me siguri se çdo të diel që vini në kish këtu dhe në shumë kisha të tjera, ju duhet të keni shumë shënime dhe kur shkoni në shtëpi, ju mund të flisni për to me fëmijët tuaj.
Çfarë mendon për këtë dhe këtë? Lërini të flasin, nuk ka rëndësi. Mos thoni, kjo është e gabuar. Lërini të flasin, sepse ajo që duhet të zbuloni është se çfarë mendojnë ata. Sa shumë ata dëgjojnë dhe me rast se dikush, ndonjë fëmijë do më tregoj shënimet e tij dhe unë mendoj, do të doja që prindërit e tu të ishin aq të zgjuar. E kam fjalën ti ke shënuar çdo gjë aty. E di çfarë? Dëgjoni këtu, sepse ata shikojnë dhe dëgjojnë diçka që Zoti ka gdhendur në zemrën e tyre të vogël, që është shumë e rëndësishme. Dhe tani shikoni këtë, ai thot, duke u forcuar me çdo fuqi pas pushtetit të lavdisë së tij, për çdo ngulm e durim me gëzim. Lutu për atë person të jetojë në fuqinë e frymës së shenjtë. Ai dërgoi atë të banojë në ju dhe në mua, me qëllim që të jemi të aftë të jetojmë një jetë të perëndishme. Ne nuk mund të jetojmë një jetë të perëndishme të ndarë nga fryma e shenjtë. S'mund ta bëjmë. Ja pse ai u tha atyre: prisni në qytetin e Jeruzalemit, qëndroni këtu. Ai thot, derisa të mbusheni me frymën e Perëndisë. Kur ju shpëtuat, fryma e Zotit erdhi në jetën tuaj. Kështu që ndonjëherë një prind mund të thotë, e di çfarë? Unë nuk kam shumë arsimim dhe nuk mund të mësoj fëmijëve të mi kaq shumë. Dëgjoj. Ti po mëson atyre nëse do apo nuk do. Ti po mëson atyre me anë të mënyrës si jeton, me atë që thua, me mënyrën se si ti lutesh apo nuk lutesh fare. Thë ndryshe, ti po mëson diçka atyre. Pastaj gjë e fundit që ai thot, duke falenderuar Perëndin atë, që na bëri ne të denjë, të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Dhe ai thot, ai na nxorri ne nga pushteti i errësirës dhe na çoi ne në mbretërinë e birit të tij të dashur. Shikoni këtë. Ai thot, po lutem që të jetoni në mënyrë të tillë që ju me shumë gazëllim dhe shumë gëzim të falenderoni Perëndin atë. Pra, çfarë thua ti? Që unë po lutem për ty që të kesh gëzim në jetën tënde, që të kesh lumturi në jetën tënde, që të kesh paqe në jetën tënde. Sepse shikoni çfarë ka bërë Zoti për ty. Shikoni nëse një person fillon të kuptojë çfarë ka bërë Zoti me të vërtetë në jetën e tij. Atëherë ai do të jetë falendërues. Do të ketë një gëzim në zemrën e tij që nuk mund ta shpjegosh dot. Por shikoni çfarë thot ai. Duke falenderuar Perëndin atë. Për çfarë? Numër 1, ai na ka bërë të denjë ne, të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve në dritë. Pra të kemi pjesë trashëgimin e shenjtorëve të Zotit në qiell. Ai na ka pajisur ne. Shikoni të gjitha këto me të cilat na ka bërë të denjë. Na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilin ne kemi shpengimin dhe faljen e mëkateve. Ju mund të luteni kështu për dikë. Dëgjoni. Lutuni që ai person që ecën në errësirë të transferohet në mbretërinë e dritës së tij. Vini re se çfarë thot ai. Ai thot se ai na bëri të denjë ne. Ai na çoi ne, ai na çliroi ne. Ai na shpengoi ne, ai na shpëtoi ne. Dhe duke u lutur për dikë, për jetën e tij, atëherë Zoti do ta bëjë atë në jetën e tyre. A do t'i përgjigjet Zoti asaj lutje? Po, patjetër, sepse ai ishte përkushtuar ndaj saj. Dëgjoni se çfarë thot ai. E para e Gjonit, kapitulli 5, thot sërish. Kjo është siguria që kemi përpara tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotson, dhe nëse e dim se ai na e plotson, ne e dim se ne i kemi ato që i kërkuam atij. Kjo lutje është vullneti i Perëndis për çdo person. Unë nuk kam se të pyes nëse është vullneti yt. Tani, nëse doni të ndikoni jetën e dikujt, ja si duhet të veproni. Por më lejoni t'ju kujtoj diçka. E përmenda më sipër 2 kushtet. Numër 1, një zemër e pastër. Tek Psalmi 66 dëgjoni çfarë thot ai. Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Të ruash do të thotë të mbahesh fort tek ajo. E di që është aty, e praktikoj atë, e injoroj Zotin për gjithë çështjen. Kur lejoj mëkatin në jetën time, ai thotë unë nuk do të dëgjoj. Dhe së dyti, më duhet të besoj në të. Pra kjo është çështja. A e vlerëson personin për të cilin po lutesh mjaftueshëm sa të jetosh një jetë të perëndishme, pra që Zoti të dëgjoj? Dhe së dyti, a e beson ti fjalën e Perëndisë se ai do të bëjë atë çfarë ai thot? Nëse këto 2 gjëra janë të vërteta, nuk ka vlerësim të llojit të ndikimit që ju mund të keni në jetën e dikujt tjetër. A e vlerëson jetën tënde mjaftueshëm sa që ta bësh këtë lutje për veten tënde?
Zotë, unë dua të njoh vullnetin tënd. Dua të eci në një rrugë që është e kënaqshme dhe nderuese për ty dhe të gjitha gjërat të tjera. Dhe a e vlerësoj sa duhet të mbaj zemrën e pastër dhe besimin tim në të? Amen. Atë ne lutemi që fryma e shenjtë t'i flas çdo personi që dëgjon këtë mesazh dhe t'i kujtoj ata se çfarë mundësie të mrekullueshme që kanë për të ndikuar tek fëmijët e vegjël, apo prindërit e rritur, ose njerëz të tjerë. Faleminderit për privilegjin e manitshëm të lutjes. Faleminderit për ata që janë lutur për ne gjatë këtyre viteve. Dhe unë lutem që fryma e shenjtë ta depërtoj këtë aq thellë sa që çdo prind që do ta dëgjoj të mos mendoj të shkojë për të fjetur natën pa bërë më parë këtë lutje për fëmijët e tij. Është lutja ime për ty, Zot, në emrin e Jezusit. Amen. Po ti mund të mos jesh një besimtar dhe thuash, po si mund të përputhen këto gjëra me mua? Po ja them se si. Nuk përputhen fare, për aq kohë sa së pari i kërkon Zotit Jezus të falë mëkatet e tua, duke ja dorëzuar të gjitha. Kërkoje atij falje mbështetur në atë që ai bëri për ty në kryq. Besoj atij si shpëtimtarin tënd personal. Kur e bëni këtë, keni hyrje në fronin e Perëndis. Ju mund të luteni dhe ai do të përgjigjet lutjeve tuaja. Mendoni për këtë. Secili prej nesh që është ulur këtu do ta kalojë përjetësinë diku. Nëse sinqerisht dhe me të vërtet mendoni se lutjet tuaja do të ndikojnë dikë deri në atë pikë, sa që në vend që të shkonte në ferr të shkojë në qiell, a do ta bënit? Nëse është dikush që e doni, patjetër që do e bëni. I gjithë ky mesazh ka një ide të thjeshtë. Ju keni brenda jush kapacitetin për të ndikuar jetën e dikujt tjetër, me anë të lutjeve, me një zemër të pastër dhe një besim të thjeshtë si fëmijë për të besuar se ai do t'ju përgjigjet. Amen. Për të gjithë ju shikues të programit Prekja, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas librin e Dr. Charles Stanley, E vetmja derë për në qiell. Sipas autorit, përjetësia nuk është një alternativë. Bibla thotë sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Besimi tek Jezus Krishti është rruga e vetme. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiobiz7.net. Ju mund të dëgjoni Dr. Charles Stanley çdo të shtunë dhe të diel në orën 9 dhe 19. Në Tiranë 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier në 88.2 FM, në Elbasan në 102.3 FM, në Shkodër Radio 7 Nord në 97.5 FM. Na shkruani dhe na tregoni se si ka ndikuar ky program në jetën tuaj.